Reforma studentore në Universitetin Fëmijagani në Gjakov ka shënuar sot mbylljen e fushatës elektorale për zgjedhjet studentore 2025. Në këtë takim është diskutuar për plan programin si dhe premtimet e kandidatëve për deputet në Parlamentin Studentor dhe Këshillit Studentor. Ju jeni ata që bëjnë ndryshimin, ju jeni ata që me 3 prill bëjnë vendosjen kryesore të vendosin numrin 26 për një të ardhme të studentëve, për një të ardhme të mirë për të drejtat të studentëve. Ne jemi këtu për më mbështetë dhe kështu që me 3 prill jeni ata që na mbështetin neve. Unë jam aktualisht kryetare e Fakultetit Shkencave Sociale, kam qenë shumë aktive me organizimet për studentat, për të ardhmen e tyre. Unë jam përsëri, jam zgjedhje për kryetare tashin me datën 3 prill kemi zgjedhje studentore. Kam qenë çdo herë pranë studentave dhe vazhdoj të jem dhe do të jem edhe mas datës 3 prill për çdo aktivitet, për çdo kërkesë ose ankesë që ata do të jenë gatshëm ta ndojnë me mua. Kandidoj për kryetarin e Fakultetit të Mjekësisë në mënyrë që të ngrisim zërin e studentave. Ne jemi ata që e njohim më së miri frymën e studentave pasi që jam punoj tash pothuajse 2 vite në mënyrë të pandërprerë për kërkesat e tyre, për ankesat e çdo gjë të tyre. Kandidat për kryetar të filologjikit, një herë edhe antar me të drejtë votën në Këshillin e Filologjikut, po ashtu antar i Komisionit Qendror të Cilësisë bashkë me disa profesor të universitetit. Pra unë që premtoj nëse me votojnë për kryetar të Këshillit ose e di që studentat e kanë shumë të vështirë ta ngrisin zonin edhe të merren me shumë aktivitete të ndryshme. Pra fakulteti nuk është vetëm provime dhe seminare siç e cek edhe zotëri Albin Tahiraj, po fakulteti është më shumë. Atëherë unë si kryetare e parlamentit jam kandidate për kryetaret e edukimit dhe mundësia ime dhe dëshira ime është ta bëj të pamundurën për studentët. Studentët e Universitetit të Gjakovës, përfaqësuesit e tyre do të mund të zgjidhin të njëjtën e datës 3 prill. Vetëm përmes një angazhimi aktiv, studentët mund të sigurojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe të ndikojnë në vendimarrjen brenda institucionit, u tha Mesirash në këtë takim.